Në një prej videove të kaluara, ju pata porositur që lexoni memoaret dhe monografit e njerëzve të mëdhaj. Pata thënë aty se gjatë leximit të jetës dhe veprimtarisë së personaliteteve, aty në ato rreshta manifestohet ndonjë ngjarje, ndonjë epokë e rëndësishme historie, ndonjë periudhë në të cilën ka ndikue emri i atij personaliteti. Do me thonë, duke lexuar për personalitetin e personit që është në atë libër, ti në të njëjtën kohë lexon për ngjarje në të cilat ky njeri ka ndikuar, i ka inicuar, i ka ndaluar dhe të ngjashme. Lexon më sakt sekuencat kryesore të asaj periudhe apo të asaj ngjarje historike. Andaj edhe sot ju porosis, lexoni personalitetet e shquara në botë, keni çka mësoni aty për rreth gjithë emrit të atij individi, personi që e lexoni.